ke menduar ndonjëherë se ku shkoi Jezusi gjatë 72 orëve pas vdekjes tij? Bibla zbulon detaje befasuese që shumë njerëz i lënë pa vënë re, dhe ato tregojnë një të vërtetë të jashtëzakonshme për atë që ndodhi gjatë atyre 3 ditëve. Pas Jezusi vdiq në kryq, trupi i tij u varros në varr, por shpirti i tij nuk ishte as pak pasiv. Tek 1 Pjetri 3:19 mësojmë se ai zbriti në Hades, ku u predikoi shpirtrave në burg. Ky nuk ishte një vend mundimi, por një vend ku Jezusi shpalli fitoren mbi mëkatin, vdekjen dhe vetë ferrin. Ndërsa trupi i tij qëndron në varr, Jezusi ishte duke mposhtur fuqitë e errësirës. Ai mori qelset e vdekjes dhe të ferrit nga Satani, duke siguruar jetën e përjetshme për gjithë ata që besojnë në të. Kjo nuk ishte thjesht një periudhë pushimi, por një akt vendimtar fitoreje mbi forcat e së keqes. Gjatë këtyre 3 ditëve besohet se Jezusi predikoi edhe te shpirtrat e atyre nga 10 vjetër që kishin vdekur, duke u ofruar shpëtimin që do të vinte përmes flijimit të tij. Me vdekjen dhe ringjalljen e tij, ai hapi rrugën e jetës përjetshme për të gjithë brezat. Pastaj në ditën e tretë Jezusi u ringjall nga të vdekurit në një fitore të lavdishme. Ringjallja e tij nuk ishte thjesht një kthim në jetë, por prova përfundimtare se ai e kishte mundur vdekjen përgjithmonë, duke ofruar shpresë dhe jetë të përjetshme për gjithë ata që do të besonin në të. Pra, ku shkoi Jezusi gjatë atyre 72 orëve? Ai shkoi për të shpallur fitoren e tij mbi vdekjen, për të përmbushur planin e shpëtimit perëndis dhe për të hapur portat e qiellit për të gjithë ata që besojnë. Shpërndaj këtë mesazh për t'i kujtuar të tjerëve të vërtetën e jashtëzakonshme që Jezusi është i gjallë dhe ka fituar mbi vdekjen. Zoti të bekoft.